Komisioni I ligjeve ka miratuar në parim projekt ligjin për amnistin penale duke I hapur rrugë shqyrtimit të tij në seancën plenare të Kuvendit, ndërsa ka vendosur edhe ndryshime në afatet e përfitimit. Ty ku është data 31/12/2025, në të gjithë tekstin e projekt ligjit të zëvendësohet 31/5/2026. 1. Dhe e dyta, tek neni 2, pas datës 31/5/2026 të shtohet pavarësisht nga data e zbardhjes vendimit. Sipas variantit të rishikuar nga amnistia, do të përfundojnë personat e dënuar që kanë marrë vendim të formës së prerë deri në 31 maj të këtij viti, duke e shtyrë kështu afatin nga data fillestare propozuar në 31 dhjetor 2025. Ky ndryshim pritet të ndikojë në numrin e përfituesve, I cili sipas projektit fillestar përfshin rreth 380 lirime të menjëhershme dhe uli dënimi për afro 900 të burgosur. Ftoj dhe opozitën, të bashkoj 84 vota kërkon ligji I amnistisë, po mirë do ishte ftoj dhe opozitën pse jo ky ligj do duhet kaloj me shumicën me 140 vota do ishte mirë. Do ishte mirë të kaloj me 140 vota. Unë do të jap votën time pro dhe atje, por do t'i them gjitha këto që dhe ata që na shohin nga televizori, qoftë ata që janë juristë, qoftë ata që përfitojnë drejt për drejt nga amnistia, ta dinë që amnistinë e keni ju si iniciativë, keni dhe forcën e kartonit, po s'po e bëni plot në këndvështrimin tonë, sepse ne si vullnet, Partia Demokratike, është që ta shtrijë më gjerë, të rregullojë edhe handikapin e sistemit që nuk funksionon sistemi gjyqësor dhe nëpërmjet mos funksionimit sistemit gjyqësor I sjell konsekvenca pasoja të dënuarve persona që janë në proces hetimi dhe gjykimi E rëndësishme zoti Ndoja është se atje do flasim gjithë për amnistin, se amnistit në përgjithësi janë momente ku deputetët flasin të gjithë, thuaj gjitha këto, po e rëndësishme është bashkësh votën me ne për amnistin. Kjo ka rëndësi që të shtjet shprehje gjore vullnetit. Projektligji parashikon që nga amnistia të përfitojnë të gjithë të dënuarit me vendime të formës së prerë pavarësisht nëse arsyetimi I plot I gjykatës është zbardhur apo jo. Për sa kohë që thuhet vendimi ka marrë formë prerë, data nuk është lidhur me zbardhjen e vendimit. Zbardhja e vendimit, më fal. Ja, një minutë. O zoti Gjoni, lutem. E di pse po e fusim këtë? Jo. Sepse në amnistinë e 2024 fat lutem. Lutem tani. Jo, tani pse zbardhja e vendimit që ka bërë gjykata? Jo, zbardhja e vendimit në shkallë të parë, nuk po referohem zbardhja e vendimit në shkallë të parë, ka marrë formë prerë në datën 31/5/2026, zbardhja e vendimit është bërë në nëntor 2026. Por jep shkurtim vendimi zotëri. Po jo, më nuk japin as shkurtim vendimi, më burr. Ka detyrim mo zotëri, ta çojnë te burgu. Lutem tani. Gjatë shqyrtimit në komision nuk u pranua një propozim I opozitës që synon përfshirjen e dënimeve alternative për vepra si vjedhjet dhe ndërtimet në pronë shtetërore. Amnistia penale pritet të kalojë për votim në seancën plenare të Kuvendit në datën 18 qershor, ku do të vendosen përfundimisht për miratimin e saj.